refuzojnë mandatet e tyre. Pastaj vazhduam me betimin e deputetëve, pastaj me propozimin e kryetarit të kuvendit. Nëse ne nuk do ta bënim propozimin për kryetar kuvendi, kjo do të quajë bllokim. Kjo do të quajë mbajtje peng e kuvendit të Republikës Kosovës. Por ne jemi në të drejtën tonë kushtetuese, vetëvendosja ka propozuar emrin e kryetarit të kuvendit, nuk i përket partive tjera politike që t'i tregojnë njëra tjetrës se kush duhet jetë në këto pozicione. As të kryetarit të kuvendit, as në kryetarëve të kuvendit, ne thrasim opozitën që të reflektojnë. Qytetarët e Republikës Kosovës me të drejtë presin që të konstituohet kuvendi, qëndrimi jonë është i qartë, por edhe njëherë duhet ta themi që ndonse ne jemi për konstituim kuvendit dhe votimin e qeverisë së re, nëse ka mungesë të vullnetit për ta bërë këtë, nëse ka një refuzim a priori, si me thënë, të zgjedhjeve, rezultatit zgjedhjeve të nëntë shkurtit, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje, sepse nuk mund vazhdojmë më gjatë kështu. Mirë po edhe për këtë, siç e dini, duhet konstituimi i kuvendit, duhet marrëveshje për ta bërë këtë dhe pastaj shpërndarja e kuvendit të Republikës Kosovës. Zënagjiu, ai ne duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese pasi është një akt se të gjitha palët janë duke u friksuar për të bërë hapat e tjera. Gjykata kushtetuese është vënuar. Duhet ta themi hapur, sepse nuk ka kuptim që një çështje kaq e thjeshtë, është tetë e thjeshtë, sepse aleanca bashkë me LDK-n dhe PDK-n, pra disa deputet PDK-s dhe LDK-s, me shkresën që ne kemi parë, lëndën që ne kemi parë, e kanë kontestuar komisionin për votimin e fshehtë. Dhe tash çështja është shumë e thjeshtë. Ose gjykata e merr e bën të pranueshme këtë lëndë e trajton nëse kryesësuesi i seancës ka pasur drejt për komisionin për votimin e fshehtë. Ne besojmë fuqishëm që ka pasur të drejtë, sepse aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 jep mënyra të ndryshme për votim, pra të hapur, të mbyllur apo ndonjë rrethon tjetër përmendet për kundërt pastaj dhe abstinim. Dhe letra e presidentës, siç e keni parë, thotë që deputetët duhet të gjejnë mënyra për ta konstituar kuvendin, pra është në linjë me të dyja këto, ose ta shpallë të papranueshme, pra. Gjykata kushtetuese duhet t'i bëjë këto. Duke pasur parasysh praktikat, unë kam thënë që duke mos pasur një objekt, gjykata mund ta shpallë të papranueshme këtë lëndë, sepse duhet kishte një vendim të kuvendit për këtë. Mirë po presim vendimin e gjykatës, por nuk është në rregull që është vënuar kaq shumë, sepse ne jemi në javën e 5 prej kur kjo është dërguar në gjykatën kushtetuese dhe ende nuk kemi një vendim nga gjykata. A prisi se mund të jenë javën e ardhshme ky vendim pasi është vënuar sot. Do të thonë është e rëndësishme që sot, nesër, sa më shpejt që është e mundur duhet ta kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse është e rëndësishme që të vazhdojmë tutje. Nëse partitë politike po presin vendimin e gjykatës kushtetuese, atëherë ne duhet ta kemi atë sa më parë. Faleminderit shumë.